Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 19 prill të 2025. Si ditë e shtunë, që është një ditë ku gjërat flasin vetë, ndonjëherë, dhe mundësit janë të mëdha në lidhje me takimet dhe vendimet të rëndësishme që kanë të bëjnë. Por meqense është një periudhë vendimtare në lidhje me çështjet e karrierës dhe të vendimeve të ndryshme që mund të keni, por meqense pikërisht dita e shtunë e datës 19 prill, ku Marsi një trekëndësh me Luanin që bën me Netunin në dash, do të thotë që ndryshimet e mëdha mbajini mend këtë ditë, sepse zbulimet përpas skenat ku do të kenë në lidhje me paligjshmërinë që ka ndodhur më përpara, duket se ka të bëjnë shumë me çështjet e ndryshimeve të mëdha dhe kohës që do të ndikojnë. Dhe kjo do të thotë që është mundësia dhe momenti i duhur për të bërë veprimin ashtu siç neve kërkojmë dhe dëshirojmë. Kështu që është një mundësi e artë për sa i përket çështjeve që lidhen me karrierën, lidhen me çështjet mëdha financiare dhe jo vetëm. Duhet pasur kujdes nëse neve kemi mundësinë për të zgjidhur anën ekonomike, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim që është dhe periudha më e mirë, por bëni kujdes sepse disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç e prisni juve. Duket se shenjat e ajrit dhe shenjat e tokës kanë pak ndikim në këtë drejtim. Mirë është të prisni pak dhe të mos nxitoheni, sepse nxitimet asnjëherë nuk sjellin dobi, por probleme në anën tuaj. Megjithatë, pikërisht kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe për disa unë mund thosha që do kërkojnë një farë mënyre të bisedojnë me persona të rëndësishëm, por nuk e kanë gjetur mënyrën dhe kohën. Kjo është tjetër gjë, se mundet që juve të mendoni ndryshe, por pikërisht ditë e shtunë e kësaj dite duket se ka një ndikim pozitiv për shumë njerëz që presin për të bërë diçka. Dhe jo qëllimisht që ka të bëjnë në lidhje me punën, sepse Marsi në Luan ndikohet shumë. Gjithashtu, dielli kalon në shenjën e Demit pikërisht këtë të shtunë, ku jep mundësi, jep rëndësi dhe fillon me shenjën tuaj, ku gjërat do jenë mjaft pozitive dhe do të keni mundësi, kanë një ndikim shumë të mirë në 4 javët e ardhshme. Kjo ditë që do të ndikojnë puna, do të ndikojë karriera, mundësi të reja që do të keni, koha e duhur mbi takimet që bëhen dhe jo vetëm, prandaj mundoni që t'jeni sa më të qartë në ato që ka doni të bëni. Kurse në anën tjetër ka diçka shumë të madhe në lidhje me çështjet që lidhen me ekonominë, me të ardhmen, por meqense duke pasur parasysh afërdita planeti dashurisë i marrëdhënieve parave, do thotë që në 4 javët ardhshme duket se në çështje kontratash, në lidhje me punën, duke filluar nga dita e sotme para ditës së shtunë, përgatiteni për të diel, për të hënën në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ndryshimin tuaj, në lidhje me vendime që do të merrni, janë vendime historike. Kështu që është dhe koha më e mirë e mundshme për të marrë vendime, është pikërisht dita e sotme. Por pas sa të filloj me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë, për sa i përket juve që dëshironi parashikime të detajuara, atëherë keni pikërisht faqen roz atje, e klikoni, e shikoni dhe aty mund zgjidhni paketën tuaj. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe të merrni flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Duke parë atje, nëse nuk e keni veten, atëherë mund të merrni në WhatsApp dhe në Viber dhe të gjeni një rrugëzgjidhje për parashikimin tuaj që dëshironi. Por juve që në kohën që jemi live dëshironi që të merrni të dërgoni një mesazh, të merrni një përgjigje kur jemi live, atëherë kemi pikërisht te butoni këtu, e klikoni dhe pastaj jeni gati për të marrë përgjigje me mesazh. Tani, le të fillojmë me 12 shenjat zodiakale, që fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Por juve që është e dashit, duket se mundësitë janë të mëdha në përfitime. Dhe edhe pse keni një kohë të përshtatshme në lidhje me punën tuaj, por meqense ka të bëjnë në lidhjet afatgjat të dashurisë me Luan dhe me
me britësjap keni mundësinë për zgjidhur gjërat e juaja. Vijojmë tek shenja e radhës së shenja e demit. Miqtë e mi të shenjës së demit, duket se dita e sotme e datës 19 është një ditë fantastike, sepse fillon ditëlindja juaj. Vit të mbar ju uroj, muaj të mbar. Është muaj i mbar sepse e keni nisur mbar në fakt, edhe pse të tjerët nuk do të donin që të ishit në këtë pozicion që jeni, por unë ju uroj që të jeni akoma më lart, sepse ju takon. Është muaj i vendimeve të mëdha. Prandaj shikojeni mirë këtë, duke filluar nga kjo ditë dhe e gjithë muaj për 30 ditë jeni në kohën tuaj, në momentin tuaj dhe periudhën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me ujor duke të para. Vijojnë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët do kenë shumë shanse tani e tutje nëse mbajnë këtë ritëm që kanë. Sepse është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që vërtet juve i keni mundësit në lidhje me studime, lidhje me ndryshime, lidhje me por ju keni merre me tregti për shembull, studim tregu ose marketing është koha më ideale. Prandaj se keni Mërkurin dhe jeni komunikueshëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me virgjëresh duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e gaforeve. Për sa përket gaforeve, gaforet tani për tani kanë një mundësi që të zgjidhin një problem të tyre. Ky problem lidhet shumë me çështjet e karrierës, lidhet shumë me çështjet e punës aktuale, me një takim rutin, po nuk mund t'i themi rutin kur ka të bëjnë me vendimin e rëndësishëm ekonomiko-financiar. Dhe kjo është një kohë e artë për juve, sepse do t'i zgjidhni gjërat ku doni, është momenti i duhur mbi stabilizimin dhe çështjet e punës. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me britësjap duket më mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë luanët. Luanët dashur, në anën tuaj, në pozicionimin e planeteve, kjo periudhë është periudhë që jo se kërkon kohë ose kërkon marrje vendimesh, gjëra të kësaj natyre. Juve dhe vendime merrni dhe kohën e keni. Por doni pak kjo periudhë është periudhë në dilema për juve, por unë do thosha që lërni dilemat më janë, sepse s'ka bëj shumë me dilema se sa me ato që doni të bëni juve në lidhje me disa takime të rëndësishme në pozicionin e planeteve, sepse ka të bëjë edhe me takime të rëndësishme dhe të kohës suaj, por unë them që tani është momenti i duhur për të marrë vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të diçit parë dhe me akrep të diçit të tretë, duket se është e mbar dhe koha është për juve. Vijojmë tek shenja e radhës, që është virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë, për sa i përket punës, për sa i përket çështjeve aktuale tani në këtë periudhë, keni disa gjëra që nuk është ashtu si shpritet. Megjithëse lidhet shumë me punën, lidhet shumë me pozicionimin e planeteve, por në krahun tjetër, unë do thosha që tani për tani bëni pak durim në gjërat që doni të bëni në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e takimeve të rëndësishme, por gjërat që do të bëni mos i tregoni se nuk ju hecën. Niset i diku dhe nuk bëtiset të diku doni, kështu që bëni pak kujdes. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak dhe me britësjap duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët e tani kanë nisur një ndikim shumë pozitiv, po bëni gati 2 javë, por kjo ditë e sotme është një ditë shumë e mirë lidhje me takimet dhe vendimet. Në çështjet e punës, kur ka të bëjë shumë afër dita, një kënd që bën me diellin në shenjën e demit, do të ndikojë jashtëmase këtë periudhë, për sa përket punës aktuale, për sa përket gjërave që juve keni, për sa përket asaj çka juve doni të bëni. Dhe është koha më e mirë e mundshme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës,
që është akripi. Por ju të shenjës akripit, jeni në një punë të rëndësishme dhe kjo nuk është rastësi, por është koha dhe periudha më e mirë e mundshme për stabilizimin e ekonomisë dhe e vendimit që do të merret. Kurse në çështjet që lidhen me disa persona të rëndësishëm në fushën e karrierës, dhe kjo është diçka shumë e madhe në lidhje me një vendim të rëndësishëm që do të merrni në punën tuaj, por dhe koha ka treguar që duke filluar në ditën e sotme, kur keni përballë akrepët kanë përballë demin. Atëherë ku është dielli është tek demi. Atëherë ndikoheni dhe juve për sa i përket lidhjeve apo njohjeve apo rritjen e detyrë. Po është e mundur. Kurse në dashuri jeni pak fajtor, se keni lënë pak pas dore, sidomos me virgjëresht dhe me peshkët dhe diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është shigjetari. Për shigjetarët janë mjaft korrekt me punën, janë mjaft korrekt me ndryshime që bëhen, por këto ndryshime që vinë tani, vinë jo për arsye të njërës apo për tjetër, vinë për arsye të punës, të karrierës, të vendimeve, të ndryshimeve dhe të mundësive. Kurse keni një çështje pune për zgjidhur tani ju, por do ta zgjidhni këtë ju se është çështje kohe. Është një moment shumë i mirë tani në lidhje me ato çka doni të bëni dhe periudhën kur ndodhin fenomenet. Por momenti që keni në anën e karrierës është ideale. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me dash duken të mbara dhe është një mundësi, një moment i artë në lidhje me ndryshimet që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me luan duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është bëjqapi. Për bëjqapët nuk është se kanë pasur një problem dhe tani duhet ta zgjidhin për arsyet e tyre sepse nuk kanë qenë ashtu siç duhet dhe kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për sa përket kohës, për sa përket momentit, është një moment shumë i mirë ekonomiko-financiar, por gjithashtu ka të bëjë me disa takime shumë të rëndësishme dhe asnjëherë mos ja lini rastësisë. Ka thotë Jorgo dhe do më kujtoni se ka diçka shumë të madhe. Ka diçka shumë të madhe në lidhje me takimet dhe vendimet që mund të merrni, por edhe koha është në favorin tuaj, sepse ka një diçka shumë të madhe në anën e pozicionimit të planeteve. Dhe koha tregon që juve i keni mundësi, gjitha mundësit për zgjidhur problemet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me një virgjëresht dhe diçit të parë dhe me dem duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shenja e ujorit. Për ujorët, në fakt, tani në këtë periudhë është një periudhë vërtet e mirë, periudhë e mbar, por varet se sa dhe ku juve pretendoni të arrini. Unë ju them sepse ujorët arrini shumë larg. Do t'ju ofrohet një punë, një ofertë shumë e rëndësishme, por shikojeni nëse ju pëlqen apo jo, por meqense dita e shtunë është ditë bisedimi, është ditë e Saturnit, dhe ajo që thohet regjistrohet do të thotë që vendoset për të marrë vendim. Megjithatë juve e dini shumë mirë këtë gjë se si funksionon. Kurse në çështje shpirtërore bëni kujdes me virgjëresht ose me akrep. Vijojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Peshqit të dashur, nëse keni mundësi, nëse jeni në dilema për punën tuaj, për çështjet aktuale, lidhje me karrierën, duke se tani ka ardhur momenti dhe koha e duhur mbi zgjidhje të konflikteve, mbi zgjidhje të problematikave që keni pasur, është një mundësi shumë e mirë tani në këtë periudhë, është një kohë shumë e artë në lidhje me vendimet që do të merrni, por gjithashtu është në momenti i duhur për stabilizimin ekonomik financiar dhe për takimet që do të bëni në fushën e biznesit. Por do bëni pa kujdes, sepse në lidhje me biznesin nëse doni të bëni ndryshime jo tani. Sot për shembull si ditë shtune mund bisedoni, por jo të merrni vendime të vendosni. Javën tjetër do ishte mirë të merrni vendime, jo shtunë tjetër. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me bricjapë dhe me gafore, janë të mbara, por me virgjëresht mos u ndani sepse është një shans shumë i mirë për të krijuar familje. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi për sa përket kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 19 prill të ditës së shtunë të 2025-s. Por para se të ndajmë bashkë, nëse dëshironi
parashimet të detajuara, pikërisht keni këtu. Tek ajo faqja roz atje, e klikoni, zgjidhni paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes, shkoni te sekretaria, është pikërisht ajo dritare e vogël atje, ja pra, atje të dhënat dhe jeni gati pastaj për të dërguar gjithçka doni dhe flasim bashkë nëpërmjet emailit dhe nëpërmjet telefonave. Pra është momenti dhe mundësia në WhatsApp, pra në Viber apo në telefon. Por juve që doni që çdo video që është publikuar ngarkon në YouTube dhe doni që të merrni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu, e klikoni, jeni gati për të marrë mesazhin në kohën që jemi live. Unë Europullah. Jesmira.